Viti 2024 shënoi një rënje të papunësisë e cila arriti një nivel të ri prej 8.8%. Në fund të vitit 2023, ky tregues ishte 10.7%. E thënë ndryshe, popullsia në moshë pune 15 deri në 64 vjeç janë integruar në tregun e punës në vitin që lan pas. Drejtoria e Institutit të Statistikave, Elsa Dhuli, bëri publike shifrat zyrtare sipas të cilave shkalla e punësimit është rritur krahasuar me fundin e vitit 2023. Ndryshimet në tregues janë reflektimi i dinamikave ekonomike dhe sociale të vendit, si dhe i rishikimit të metodologjisë bazuar në të dhënat më të fundit demografike. Të dhënat e publikuara në tremujorin e 4 2024, si dhe për periudhat e mëparshme, do të jenë objekt i rishikimeve të mëtejshme. Bazuar në të dhënat e Institutit të Statistikave, 3 janë sektorët që kanë kontribuar pozitivisht në këto shifra të përmirësuara të tregut të punës. Të 3 sektorët kanë ndikuar, industria, bujqësia dhe shërbimet, por fokusi kryesor ka qenë tek shërbimet. Përmirësimi i shifrave në tregun e punës vjen edhe si pasojë rezultateve të censit 2023, ku Shqipëria rezultoi me 420.000 qytetarë më pak. Prej vitesh, tregu i punës është në kërkim për punonjës për shkak të emigrimit të lartë. Mungesa e forcës së punës konsiderohet si armiku kryesor i ekonomisë.